Ti ja komunikon me shokët? Jo, nuk kam, shif shumicën, po, me Ziadin Selën dhe Krenar Vllovën nuk kam pas komunikim, as pak. Komunikimi i fundit ka qenë 5 shkurt 2024, kurse me anëtarët tjerë me gati se shumicën që i kam taku, edhe plot prej atyre tash janë në Aleancë për Shqiptarët, në këtë anë ku duhet, kështu që nuk e kam pengesë as pak, bile do t'isha shumë krenar që t'i shoh gjithë ato të kthehen në Aleancën për Shqiptarët. Këtu është shtëpia e madhe, këtu është anëtarësia 90% e anëtarësisë, kështu që dyert do jenë të hapura gjithnjë për të gjithë ato të cilët edhe që gabuan dhe 2024 ishin në pjesën e frontit evropian. Të shtëpia e madhe kur përmende, çka ndodh me çelësat e shtëpisë madhe? Të dëni, tash është lënda në apelin e Gostivarit. Gjykata e apelit uroj që ta sjellë vendimin meritor, kështu që ta presim vendimin. Tash për tash normalisht vulat i kemi janë dhe ne jemi oficialisht partës të Aleancës për Shqiptarët, po edhe anëtarësia unë shpesh e kam përmend. Partin nuk e bëjmë vulat, se kemi disa parti s'dua t'i përmendi për emri, që janë parti furgonash. Në kanë anëtarë dhe 15 vetë, i kanë vulat, i kanë seli, por nuk kanë anëtarësi.